Salamu ala Rasulillah. Allah ne falendrojmë, salavat e salamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ne dërgojmë. Vazhdojmë me dersin e 17 apo këshillën e 17 me radhë. Pastaj na kanë mbet edhe 2 ose 3 për ta kryer këtë seri me titull Formimi i drejtë i muslimanit, e që për sot është në radhitje vetë llogaritja. Vetë llogaritja, domethënë nuk mundet besimtari me mri gradat nalta, as në devotshmëri, as në mirësjellje, as në raport me Allahun, as me veten e tij, as me të tjerët, përderisa nuk e vetë llogarit veten e tij. Domethënë, këherë na nuk kemi nevojë ma shkurt, nuk kemi nevojë gjithmonë me na tërheq dikush vërejtjen. Po duhet këherë me unale me llogarit veten, a jam të u përmirësu apo jam duke ngecën në vend ose jam duke shku mrapa. E kjo meselja duke ngecën në vend nuk ngecën njeri në vend. Besimtari ose shkon mrapa ose mbetet, ose shkon para, ose mbetet mrapa. Pse? Për arsye se kanë përmend dietarë që nëse nuk ecim përpara me ibadete, atëherë ymri shkon të usos. Që i bie kjo domethënë në mënyrë automatike ti nuk jetu në vend, po ti jetu shku mrapa. Se ymri po harxhohet ti jetu him minus. Ti jetu him minus. Sikur se një biznesman i cili ka të palume, shembull 1 milion euro. Ai nuk është tu i shfrytzu. Ai thotë parët unë kam në tonë aty. Çato parë kam si para 10 vjetë siç thash. Ne themi jo, s'është e vërtetë. Për arsye se ti para 10 vjetë, shembull ke pas 40 vjetë, sot i ke 50. Para 10 vjetë me 1 milion euro ke ble kaç, sot çaj 1 milion euro që, domethënë nuk mundesh me ble çata. Domethënë në atë kohë kanë pas vlerë 1 milion euro, sot kanë 700.000 euro, domethënë ka shku minus. Edhe pse ty si numër duket, kështu janë edhe besimtari, nëse nuk ec përpara me ibadetet e veta, me veprat e veta, atëra është duke shku mrapa edhe pse bëj duket që tunet në vend. Prandaj Allahu xhalla shanuhu ka përmend disa ajete kuranore, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të kujdesshëm kanë qenë shumë sahabët me llogarit veten e vet. Pra nuk mundesh absolut me pas veten nën kontroll nëse nuk nalesh me thon vetit ku jam unë. Prandaj një prej veprave më të mira që formës më të mirë të edukimit që është tek besimtarët, s'paku unë mundohem ta praktikoj atë me ata të cilët i du. Kur e shoh që dikush domethënë është duke shku minus, po çuj kështu, ndoshta në fillim nuk merrem me ta, për arsye se jo se ja du të mirën, por duhet me pas kujdes, domethënë jo me prit një besimtar ku për shet pak edhe mirë gjujt, si ai knusi domethënë që veç me njerë na thojmë katonar që mos kësaj si gel. Domethënë, me njerë kurse që unë e pekshilloj tjetrin. Le se ndoshta njeriu ka nevojë pak me llogarit veten e vet. I del gjumi, ndoshta një javë, 2, një muaj është në gjumë, varet prej rrethanave, situatave. Pastaj kur e shet që s'ka vet llogaritje ose domethënë mund të mu vonu vet llogaritja, mund ta këshillosh. Por domethënë besimtarët varet në çfarë rrethana ka mesele që duhet mu llogarit një herë në vjet. Ka mesele që një herë në 10 vjet. Për shembull, një herë në 10 vjet. Nëse mërana 10 vjetë ke ble kart mirë, ke në shtëpi, i ke bë kushtet, ato këto sen, edhe s'ke shku në haxh hala. Ti mërana 10 vite ko ndash me llogarit pak çta mesele. Kjo nuk ka nevojë çdo muaj me llogarit çka mesele e haxhit. Ama në 10 vjet duhet me llogarit. Domethënë ka mesele që llogaritën pak më afat gjatë, ka do që llogaritën më afat shkurt. Për shembull, kalon një vit edhe pa nxajm nuk stakfurullah besimtari asnjë faqe Kur'an se ka lexuar për një vjet. Ka ardhur Ramazani tjetër ai se ka çel Kur'anin për Ramazanin në Ramazan. Ky duhet me llogarit veten. S'ka xhiru asnjë ditë nafile, duhet me llogarit veten. Nuk ka dhënë asnjë ditë sadak, me llogarit ku jam unë. Pse nuk po jap sadak? Nuk kam mujt me mësu me ngu asnjë ders. Besoni prej sfida më të mëdha që duhet me llogarit secili prej vllaznive sot në Prizrenin tonë dashur, në Kosovën tonë dashur. Është vllaznia të cilët nuk marrin pjesë në asnjë ders që mahet në qytetin e Prizrenit. Nuk është e rëndësishme sa ki me përfitu, po dush me llogarit veten se shkuarja në një ders të mahen afër, domethënë vetë llogaritjes. Një ditë bisedova me një 2 vëllezër edhe
I këshillova për hir të Allahut Azza Xhellu sallallahu që të na bëjë sinqert, edhe shumë djemë të mirë, mashallah te barakallah, por ju thash, nuk ja kum thonë deri sot, ju kum këshillu hajtni ndars, hajtni po me vite. Thash një zemp ju tham, kur mos mendoni që keni mes përpara, nëse s'paku një ders në javë nuk e keni kush kanë të një hoxh. Wallahi l'azim. E 21 vjet jam kthy për studimeve. Kush ka nejt afër derseve të hoxhallarëve, qoftë edhe një herë, nuk na popullor që themi se ka hub Zoti. Se ka hub Zoti. Qysh i ka mbjetu sfidave, njofim vllazni domon që 21 vjet që kanë ardhur ose ndërsa të mia ose në hoxhës kim kont kujdesshëm. Ka pas batica, ajo jeta është asisoj që na shtan 2-3 muaj, ka mujt pak mu demelav, pastaj mu kthy. Ama kanë nejt në binar dhe njofim çata persona prej atë. Dhe një prej fshehtsive është, domethënë se kanë marrë pjesë, e kanë llogarit vetëm, valla kanë pa që ka dalë se opa do të më kthy. Zvan me hinë rrudh. Zvan. E një prej domethënë gjërave më të mira që duhet me llogarit. Prandaj i thash aty në dy vllaznive, ju nuk keni me mujt me përparu. Ju sfidoj që s'keni me mujt me përparu, keni me met Islami ka më kon pa shpirt të ju. Pse në xhami mos hajt asnjë vakt. Hiç. Një xhumë me zar, në safin e fundit, masi të rezani, masi të hypi imamin hutbe, ajo është me zar ma. Në xhami në asnjë vakt kur jo hiç, ndërse jo, domethënë thjesht nej këshill aty nëse i del në TikTok ose në Instagram kurrë nej. Këta duhet me llogarit veten, me fillu me këshyr, a jam rregull ajo. Është bë, domethënë dinamika e jetës asisoj që i vetmi që mundet me mbjetu është ai i cili merr pjesë nderse. Prandaj ta llogaritim veten në çet pikë. Ka thënë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, domethënë ose para kësaj më falni, çka do të thonë vet llogaritje. E dini ju vet llogaritje, domethënë munal ma shkurt, ma shqip, ma thjesht, munal mul me veten e vet, a jam mirë tu ec marr as jam. Nëse biznesmen domethënë nuk ka biznes i cili mund me ec përpara që nuk i shkruan për ditë çka ka ble, çka ka shit, ha? Sa ka fitu, sa ka nxerr, eksport import sa ka bën. Në fund mund me mbledh, në fund vitit e tjerë me këqyr ku është. I dështuar konsiderohet një biznes nëse nuk i ka çdo detaje. Po një besimtar i cili nuk e din, nuk e ka llogarit ibadetet e veta, veprat e veta. Për një vjet sa ka dhënë sadak për shembull ose sa ditë ka xhiru na file, sa hatme i ka bën. Pra vet llogaritja, ai i cili e gjykon veten e vet llogarit, domethënë ai është i vetmi në rrugën e shpëtimit. Prandaj ka thënë Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an anfusukum qabla an tuhasabu. Llogaritën e veten e juaj, pra bëni vetë llogari para se t'ju bëjnë të tjerë vetë llogarit ju qesin gjyq, qitë vetën tonë në gjyq para se me të qitë tjerë. E tash për me qitë vetën në gjyq, duhet me u bo armik i vetës tonë, ha? Armik. Mi thonë vetës tonë se kërë na dim me kritiku tjetërën, unë edhe çdo kush, na natyre kemi çashtu. Kur e dush një njeri, i gjan arsye për gabimet e tija. Ja gjan një arsye. Nuk ja vren gabimet, se jetu e dasht. Edhe kur bën gabime mundohesh me zbut. Po në momentin që se da, e ke dash deri dia sot si e dash. Çdo vepër të vogël që e bën ai, ti ja bën të madhe edhe din me ja zmadhuat gabimin që ka bën. Pse? Se tash jetu e llogarit se armik, jo si dje. Çka më bën? Në çet formë na duhet me llogarit veten tonë. Me dal ka herë para pasqyrës, në mënyrë figurative po them. Jo patjetër me dal para pasqyrës, edhe më thon vetes, ka dalës ku jam unë mirë, ku jam keq. Me ma një letër edhe me i shënu mi llogarit që t'javë une sa namaze i kum vënu, sa namaze i kum lënë deri në dakikin e fundit, s'pa thamë si kum falë, se Zotin e rujt, inshallah s'ndodha ja. Sa namaze mu më ka nik pe xhamis, ma thonë, sa faqe kum lezu Kur'an, sa kum dhonë sadak, me bo një list. Dhe më thonë, llogaritje e vetë vetës. Kur thamë unë e list, nuk me ndoni pa tjetër në letër, mi qitë, po pse jo, njëherë mi qitë në letër. Pse mos mi qita në letër? Nuk ka lidhje kur gjatë më mi qitë prioritete 5 sene vetës vetë dhe me këqyrë sa po i plotësën që të mërana javës. Sa ka mi plotësu mërana mujtë. A ka shku me bo një zjaret mërana mujtë e një akraba i afërt që e ka lidhje fare fisnore. Allahu Gjaleshanu pra ka përmenë në Kur'an wal të ndhur nefsum ma qaddamat li gadin wa të kullah let shëhnjeri, let
analizon njeriu që ka përgatit për nesër. Edhe keni frikë Allahun. Do të thonë që këta le të sheh njeri, le të llogarit që ka përgatit për nesër, i bjerë që kjo më konë i vetëdijshëm me pas vetë llogaritje. Prandaj ka qenë një prej ulemave që kur është smu, prej dietarëve të selefit, kam harruar emrin e tij, kur është smu në dhomën ku ka nejt i smut, në smujën e vdekjes, pleçnis, ka arë që i ka vetë dhe po kanë. Habi, qka ke, thëto, po më dhime se atë i sharetet dhe vdekjes, ka kesh, ka mos kaj me babën, se për që ditë baba, po përgatit të njetën. Edhe në qatë venin i ka bo me shaj ka qoshja e dhomës, që aty thot, për që ditë të u përgatit, e kom lezu 16.000 hatme. 16.000 hatme. Dhe më thonë, e ka llogarit njeri, e ka qitë matematikën dhe i ka dalë matematika mirë në fund. Pse? Ta njetën në konë i vetëdijshëm që ka bëban, i kujdesshëm. Që ka themi neve për njerëzit e cilët janë strateg, i paraprin problemeve, qoftë në politik, qoftë strategji luftarake, qoftë në biznes, i paraprin, i llogarit sanët. Besimtari du të mi llogarit sanët e veta, ka unë të shku, ka është të orientu. Trendet e reja të cilat vina, po prekin taj, a është në vetë llogaritja, a është vetë i përmbajtur, është mirë, i ka sanët në kontrol. Na kemi vllaznitët që të njofim, vallaj që ata që në konë para 20 vjetë, 30 vjetë janë që ata besimtarë, sot. Pa u tundë fare, pa mërë parasysh se të na prej mas luftës në Kosovë në bënë ndryshimet mëdhaja në perceptimin e jetës, perceptimin, që shkena kalu na mas luftës, ato stresat, ato të nënëre që qatë ato humanitare, shpijat e të prundima humanitare, ato të qitë ka një liber fetar, jo islam, atë fazën e kena kalu, jo këta me mjekra, jo po paguën, jo shamijat po paguën, jo ata, jo varfria, jo njerë aj trendi me dalë jashtë të prit vizat ka 3 vjetë për para, na kena kalu shumë sana. Por me gjithë që të ndryshimet, deri se ka këtu që sot ata qenë në Sloveni dhe në Kroaci, në do vende, gati mos me pas nevojë me shku atje, se edhe këtu janë bë kushtet mirë. Trendi pasaj i ndërtimeve të larta, i banesave, i bizneseve online, me gjithë kërejt qëto sene, na kemi vllaznit e cilët qysh i kena njoft atëherë janë sot. Pse? E ka majtë vetën në kontrol. 2 gjana janë shumë të rëndësishme vllazni. Rrini namazit gati në xhami. Edhe dyta thash mane një ders, keni se obligim bëja një vetit një ders një javë. Unë është këtë javë martë, unë javën tjetër s'mund të unë, po mund taj tjetër i shka. Ama dihet një obligim që unë kam e shku në ders. është ba një lloj farzi për me pas mbrojtje prej virusave të jashtëm. Ama kjo lyp vetë llogaritje. Pra Allah po thotë, le të shed, le të kontrollon njeriu veten për nesër, çka ka përgatitur për nesër. Për ditën e Kiametit, për vdekjen e tij, keni frikë Allahun, po thotë Zoti. Po ashtu ka thënë ajetin tjetër, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Kena përmend xhumo para 2 javë nëse s'gaboj, njeriu është i vetëdijshëm për veten e vet, edhe nëse arsyeton. Pra do të thonë njeriu nëse nalet me sinqeritet, e analizon veten e vet, e di o mira o keq, është i vetëdijshëm me llogarit veten. Prandaj Sheikh Yahya, Allahu e rujt, Medinën na thojke kur shkonin në shtëpi, merrni një laps edhe bëni vetes sa të mund me gjetë sanet mira, pikat forta, edhe anën tjetër pikat dobta. Vrejtje që ka i kitë ti. Gjaj vrejtjet vetës tonë, 20, 30, 50, une si jam i mirë nuk lezoj Kur'an sa duhet. Une mungoj nga namazi, në xhami. Une nuk jap sadak. Une nuk shkoj në për vizita të akrabati, neglizhoj. Une nuk jap sadak. Une nuk i busqeshi njerëzve. Une kështu. Ta shtoj kur ti ban që ato 20, 30, sa ke mujti mi gjetë, me llogarit veten, që ti një 5 parat, një 5 sopat që ti në fillim, që janë më të rëndësishme edhe të cilat kanë nevojë në mënyrë urgjente me u ndryshu të vetja jote. Llogarit e veten. Edhe që ato mundohen me ndryshu. Na kemi njëri i cili është shumë i mirë, po e prish punën në fund. Më thonë, për një pak, sen se ato gratë e këshia, prishet për pak. Tash ky person, që du të me ba? Ky du të me shku me ndryshu që na i thojmë i këcen teli me njëherë. Nuk banë besimtari kështu.
Tash një prej pika domethënë ose narcisistët që edhe kjo domethënë dëshira që veç unë e kam mirë, ku diçka me ndryshu, me llogarit veten e vet. Një prej formave që është llogarit besimtari veten është përveç kësaj më unal me analizu vet, është vallahi me shku te dikush e cili për një met ta do të mirën dhe për një met një ty të një. Në 4 rond, 4 kthesh, ty të një. është në gjendje me ama me marë du mu taku me ty për herë të Allahit. Ose, mi thonë telefon, filan, mas 3 ditë aki mundësi mu taku, mas namazit drejk ose se ti kindis, du, veç nga 2 mu konë, kam me të pytë, të lutëm gjaj pikat e dopta vrejtje që i ki të une, lilla, marë me mi kalzu në tavolin me mi qitë. Une vetë jam të munu mi gjithë, po kam qefë dhe ti se kam besim të ti. Pse po dham jetë rritit për para, që a i munal mi analizu. Edhe a i merë i shkrun. Ama gjaj e dikon që është. Që a vlenë, mësen me të li qfarë, që të të banë hora, pëtën ku të merë ku të qetë. Së ulemat kanë thonë, kanë përmenë, kanë thonë, nëse gjdo kuj i lyp me ti cek vrejtjet, ta një dush me duru. Edhe në shtas, se ki përni me vrejtje, ati pja mërmene, ta një duraje. Prandaj, jo gjdo kuj me a thonë këtë fjallë. Edhe tjetra, kur të lyp prej dikuj këshill, ta një duraje. Shkon të dikush, të lutën për është Allah me jep një këshill. Ta një duraje. Për që tonë zbën me shku gjdo kuj me thonë me jep këshill. Po du të me shku të dikush i cili nuk të pratë, nuk të therë, nuk të masakron. Unë njerë kom gabuj, kom thonë njonit, më këshilla ose me ep, mbi përmen, vrejtje që i ki, që ta mërmenje që. Ku ka dale njeri, ku më dalë për aty, thëshëm ti bi murit me kryje, ding, pse? La ilaha illallah. Sepse dikush, prandaj masanena e pa ta lezu këta që jo gjdo kuj. Para unë kam pas mendim mirë për ta, por ka qenë i gabu me mendim. Nuk e kish meritu njeri atë mendim të mirë. Do më thanë, u pa që e nëzjerë pasaj të gjithë mlefin që ka ndajteje, se ka shku capit e kasapi. Të pretë masanej. Prandaj, jo gjdo kuj të më thanë, me shku mi thanë, të lutëm, kam nevoj për një logaritje me ma ba. Një logaritje. Unë e kam, tani, ti, nuk është pa tjetër më ju arsyetu ati, ja, pas ke keq kuptu. Nuk është më rëndësi. Ti merri ato që janë për mi marë, ato që janë lej. Thuj ati Allah që përblevë, Zotit ndëroft, mirë, ty për ta marmenja, ti pasaj analizan, qëtu më s'ka mujtë me më keq kuptu, me vetën tane. A? Nëse ka nevojë ndërhymje, ndërhymë, nëse jo, shun. Pra mas mirë ti që njo ishë vetën tije, shuri vetë për mirësaj vetën tane, nëse ka nevojë shkët e qaj që e ka frikë Allah në zëgjele dhe për një metë këshillan, e jo të gjdo kush. Jo të gjdo kush. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë iman që është ai që llogarit veten dhe punon për jetën pas vdekjes. Pra me të pyet iman që kush është? Ai i cili o llogarit veten. Një dhe punon për jetën mas vdekjes. E mirë, e tjetër kush ndërsa i dopti ose i mençur është ai që ndjek epshet e tij edhe shpreson te Allahu pa kurfar vepre. I ndjek epshet. Në haram, nga jane, nga i këne, hajtë se Zoti fal. Hajtë se s'ka gale se Allah është i madh. Do të thonë epshet i ndjek, farzët si kryen, obligimet si kryen, nuk e llogarit veten e vet, edhe çka shpreson te Allahu, kur të jenë me ta thotë Zoti më shërshëm, Allah i fal, rahmeti i Zotit ai i madh. Ti tash gjatë ato ibadetet të i bën, edhe të utut, thosh ti, a unë jam këtu gabim, a kjo gabim. Tash ti habitesh opton me çka themi neve? Neve themi duhet me vet llogarit veten dhe me punu për botën. Më i mirë është ai që punon për botën tjetër. Pra, nëse një njeri ka sakrifiku, ka dhënë për këtë botë, e ka bën një punë 40 vjeçare diku në Gërbet, edhe e ka marrë një penzion kacë, edhe ka një penzi 3-4.000 euro ose franga, edhe ama nuk kërkon din të Allahit, kërkon din Zotit, as farza, as sunet, as haqë, as Ramazan, as namaz, as kur gjë.
Edhe një tjetër i cili o konë besimtari, i cili ka falë të një të namazin, o konë i kujdesshëm, me agjereme, o munu me shku në haqë, e mi eduku fmite, me qunë në shkollë, me mësu halalën e haramin. Në pleqni, cëllit i delë ma mirë, mundën me thonë ata që s'janë fetari, jo, ma mirë e ka qaj i cili e ka pensionin që ka 1.000 euro, ose franga, janë, e themi jo. Ma i mirë është, ma i menqër është ai cili ka punu për botën tjetër. Shtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, edhe e ka llogarit non stop veten. Prandaj sahabët ku ka ardhur akşami janë ul me veten e vet. Abdullah ibn Mas'udi çka ka thonë? Çat ditë që nuk bëj gjunahe, për mua ditë bajrami. Domthon pregzimit madh, si më kon bajrami ka konsideru çat ditë që i ka kry ibadetet, s'ka bo harame, onale ka llogarit veten sot e tash. Çka me llogarit me vete? Qysh me vet llogarit veten? Një, me llogarit me kontrollu niyetet. E dyta me kontrollu fjalët, e treta me kontrollu veprat. Me kontrollu niyetet, a kam për Zot Zotit? A jam të bë për Zot Zotit? Me kontrollu fjalët, a janë të sakta? A janë të mira? A është Allah i kënaqur? Me kontrollu veprat, a jam të bë edhe mirë, sakt, mirë edhe sakt kur bën, nëse janë sipas Kuranit dhe Sunetit. A jam të bë mirë, sakt, a jam të bë sinqert. Pra të niyeti kthehet. Se Allah kur ka thonë lieblu ku me yukum ahsanu amala, kush po bën, Allah ka kriju për me këshir kush po bën vepra më të mira, kanë thonë ulemaja, kush po bën me niyet sinqert dhe po bën për Zot sipas pasimit të Sunetit. Pra për Zot Zotit me sinqeritet edhe sipas pasimit të Kuranit dhe të Sunetit. Prandaj me vet llogarit niyetin, me vet llogarit fjalët, me vet llogarit veprat. Sa herë njerëzit kanë shku me dhon këshilla, edhe si kanë sinqert në fjalët e tyre, nuk ju ka dhëz këshilla. Sa herë kanë sinqert, edhe nëse nuk janë kanë fjalët më të mira të mundshme, ai tjetri ka ditë me fol më mirë, ky tjetri s'ka ditë me fol bash mirë, por o koni sinqert, Allah ja ka çel rrugët. Prandaj në këto trija duhet mu vet llogarit niyetet, në fjalë dhe në vepra. A ka kohë mundoh edhe në fillim të veprës, edhe të punu, edhe në fund veprës a ke pas për Zot Zotit, edhe a ki për Zot Zotit, a mos se ke prish gjatë rrugtimit. Për shembull, çka dëgjon her pas here, nuk po them po një natë më marr dhe më thon, sot unë jam taku me filanin. A kum këshillu për Zot Zotit, a kum net për Zot Zotit, a e paguva kafën për Zot Zotit. Kum net njerë me një person, edhe deshtim ju kërku njerëzve të holla, me lloj detyrimi. Edhe këshillova, thash, mos jo kështu me detyrim. S'ka sinqeritet aty. Njerëzit më nuk e japin për Zot Zotit, e japin pimarës, po jep filani, t'jap edhe unë, mos dam. Le njerëzit, çka që jep, le ta jep me sinqeritet, jo me detyrim. Jo me detyrim. Prandaj ka shumë situata kur pa qëllim ti i vën njerëzit në opozita që s'dojnë me kry një punë, një shërbim, një sadak, një diçka, një bosqeshje, por të detyruar çka me bë? Me u bën kërë kinse nuk po sheh, nuk po nin, nuk po din, me qëllim që mos me i detyru me bën vepra pa nijet. Mirë, mos të vonohemi shumë. Hasan el-Basriu ka thonë, besimtari është rojtar i vetës së tij, pra rojtar qysh, sikurse një njeri i cili don me himeni ose me dal për një objektit ose me hi, roja e nal, i thot ka dal. Ku po dal, aty të burgosnin se lën me dal. Edhe dikun tjetër me një firmë nuk e lën me hy. Ai që s'është për me hy. Kështu është besimtari me veten e tij, e kontrollon është roja i vetës vet. Nuk e lën me te i kalu kufit me dal, për kufive të Zotit, edhe nuk e lën me hi diçka që s'është për Allah, mran atij. Pra gjithmonë e kontrollon veten e vet. Po përmendi rëndësia e vetllogaritjes thot është shpëtim ditën e gjykimit, sepse kush e llogarit veten këtu, nuk ka me llogarit Zotin në botën tjetër. E dyta thot është pastrimi i zemrës, se ty unal për natë me kontrollu. Nëse ku thon për natë, mos të keq kuptohemi tash më bën vezvese, se kjo mund më kalu në vezvese, apo kupton. Nuk është për qëllim unal të në çdo mbrëmje me kap lapsin sot,
kur e takova filanin e kesha për Zot Zotit as i kesha, atë. Jo deri në këtë drejtë. E dini ju prej kapitulleve më të gjanë dhe më të rrezikshëm shejtanit janë vezveset. Jo kështu. Ne bëjmë për Zot Zotit, mundohemi me bë për Allah, por kur themi me vet llogarit, domethënë pastrimi i zemrës se ty mundohesh me largu krejt ato, ti e bën e maksimumin. Kur s'mund masalena më shumë, thua Zot unë çka ç'po Ndorë tonë për ta lënë pjesën tjetër. Pastrimi i zemrës, treta është disiplinë personale. Pse? Të marrë nën kontroll. E marrë veten nën kontroll. Është disiplinë personale. E din që i bën sanet për Allah. Nuk i bën për interes të kërkuj. Nuk e dën njerë për interes. Nuk e jep këshillën për interes. Jep këshillën lillah. Edhe ka me gjetë zemër qelë. Këshilla kur dele sinqert, ka me gjithë zemrën e tjetrit të hapur që ka me pranu. Tjetra thot, llojet e vetlllogaritjes janë thot para veprës, gjatë veprës edhe pas veprës. Para veprës a jam të bën për Zot Zotit, gjatë veprës non stop niyetin me e thirr niyetin për mirësim, edhe mas veprës a bona si duhet, a kam nevojë për nej, për mirësim. E sa i përket shembujve të selefit kemi shumë, por nuk është koha dhe mundësia. Domthonë, e dini ju selefi, ju kanë të kujdesshëm mi bë veprat për Zot Zotit dhe me llogarit vetën ku Ebu Bekri ka kap gjuhën edhe ka thonë gjitha të këqijat vijnë prej teje. Po ashtu kanë pas prej atyne Imam Shafiu që ka thonë do të kisha dëshirë ta kam qafën e gjatë sikurse të gjirafës. Pse? Ta mendoj lart derisa të vjen te domthonë fjala prej poshtë, prej zemrës, me dalë prej fytit deri te goja me pas vakt me mendu ma shumë, me llogarit veten. Po ashtu ka thonë dietar thotë, çdo fjalë kur ta thu dhe çdo vetë për kur ta bën. Pyetën njerë veten tonë llogarit e kështu. A jam të bë për Zot Zotit? Edhe a kam mja po hajrin ditën e Kiametit? Edhe a kam përgjigje Zotit me i thonë pse e bona? A jam të bë për Zot Zotit? Se kur pyet Allah, a ke bë për atë tam për Zot Zotit? Pse e bonë, rob, jam vëllai bonë për atër të në Zot. E dini ata tre personat, ai që lexon, që mëson Kur'anin tjerëve, që jep sadak, që bën luftë xhihad, i pyet Zoti, pse? Pra me pyet veten, pse më të bën? A jam për Zot Zotit ajo? Edhe dyta, a kam dobi apo dam në botën tjetër? T'ja bëjmë ne dikujt një diçka, a kam dobi a dam? Vallai kam dobi, t'ja bëj. Vallai kam dam, s'pja bëj. Se më kthehet mu. Mos këtë në botën tjetër. Prandaj mos mendon kërkush që ja hodha paç, edhe s'ka me llogarit askush. Ju e dini se me laçet shkruajnë. E prandaj me llogarit veten se me laçen krajën e madh ka transmetime që disa orë nuk shkruan, disa kohë nuk shkruan. Çka i thot kjo me laçe, alu thot prit se mos po pendohet. Mos pe llogarit veten njëri pa pas Allah nevojë me llogarit. Prandaj ditë Kiametit është ajeti kuranor iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lexoj librin tan. Sot kam të mjaftu ti më konë dëshmitar për vetën tane, tu i lexu librin tane, dhe manë tu të llogarit. E dini se kanë marrë njerëzit me 99 aso shkresa, ose si me thonë libra me mëkate, edhe më llogarit para Allahu xhaleshanuhu. Sa ka me mendu njëri që ku shkatrova. Pse? Për arsye se ka prej neve që nuk e llogaritin vetën tonë në këtë botë. E mos llogaritja ka pasojë normal në ngushtimin e zemrës, mja bon qefin vetit, me thonë hajtë se jam mirë, syfatësia, shfaqet edhe humb disiplina. Njëri që se kontrollon veten e humb disiplinë. E humb disiplinën e vetvetes, i humb një sabah, i humbin dy sabaha, një javë, një muaj, një vjet. Pastaj i bën tradit, se ka llogarit me vakt veten. I bën tradit, e la pastaj një namaz, pa fal fare. Thot, po baj ka me lonë. Që bonom. Prandaj njerëzit të cilët nuk janë shumë fetar, mujnë me gjetë vetën ma letë në përvenet jo islame. Pse? Shkon atje, isha kret në përzina. Jo muslimat qafira. Edhe kjo për shtatet. Isha ata kret me mishderit. Ja gra dhe kjo mishderit. Isha në për alkola. Ja gra në për alkola. Thot, tu është zarë me majtë fenë. Pse? Ai nuk ka perceptim të sakt që duhet ka dalë, mos me lëshu pa. Ka arë me 5 vakt, ose ka arë me xhuma, nuk e ke pirë akin, nuk ka ngon mishderit, ka ndryshove. Se ka llogarit veten ai mranan 15 vjetë, 20 vjetë,
në mënyrë graduale ka ardhur që to, sikur ta kish llogarit vetën në fillim s'kish ardhur që to. Por nuk e ka bë diçka të tillë. Mirë. Edhe për fund, të dashur vëllezër, pra një prej formave se si besimtari e ndrejt personalitetin e vetë është me u kthy her pas here, me pas nevojë me llogarit vetën e tij, me pas një vetë llogaritje të saktë. Nëse ka nevojë ndihmoni edhe me vllazët e juaj, shokët e juaj të cilët ja dojnë të mirën, të cilët nuk ju plagosin me fjalë kur të lypni këshilla pe tyne, por ju shërojnë se mund me të dëmtu, lypni ndihmë prej shokëve të juaj, bëni të sinqert me Allahun azza në vetë llogaritje, edhe kështu kemi me mri, kemi me kalu në një hap ku gjithmonë kena me lyp më të mirën, kena me synu më të mirën, sepse jemi të llogarit veten, nga se të dashur vëllezër, ymri po shkon. Kur gjatë secilin ose shumicën për juve mas paku 5 vjet ose 10 vjet i njeh. E do më shumë 20, 30, 40. Çka pi bjen kjo? Kjo pi bjen se jeta po shkon. Një njerëz që ne 30 vjet, 40 vjet, çka i bjen? I bjen se nëse e ki ymër 80 vjet, gjysa ymrit veç ka shku. Vitet shkojnë, na nuk i llogaritim sanat. Na nuk përparojmë kur gjë. Po alhamdulillah, përderisa keni ardhur këtu, ke me kuptu se mirë është puna. Andaj le të jetë kjo një tull në ndërtimin e personalitetit juaj, tull e fuqishme që e ndërtoni veten juaj, fortesën e juaj, ta rregullojmë veten duke e llogarit pa pas nevojë me ardhitja kiametit dhe më bua pishman. Allah na falë dhe na përmirësoft, Allah na udhëzon në rrugën e drejtë.